Sicilia mirëpret Kanyaman, aktori nderohet në festivalin Arbëresh dhe flet për ndikimin e babait të tij në jetën e tij. Aktori i njohur ndërkombëtar Kanyaman ishte një nga figurat më të komentuara të kësaj fundjavë në Sicili, ku prit me entuziazëm të jashtëzakonshëm nga publiku. Ylli i serialit të shumë pritur Sandokan ishte i ftuar special në festivalin Canolo Fest, një event që zhvillohet në Piana dell'Albanesi, e njohur ndryshe si Hora e Arbëreshve. Aktiviteti i cili feston kulturën dhe traditat arbëreshe mlodhi qindra pjesëmarrës dhe fansa që mbushën sheshin për të parë nga afër aktorin. Gjatë mbrëmjes, Kanyaman u nderua me çmimin Premio Hora Skënderbeg, një vlerësim simbolik për kontributin dhe lidhjen e tij me kulturën shqiptare. Por momenti më i veçantë i eventit erdhi gjatë një bisede në skenë, ku aktori ndau një rrëfim personal që preku publikun. I pyetur për lidhjen me këtë zonë, e cila përfaqëson një nga qendrat historike të komunitetit shqiptar në Itali, Yaman foli me emocion për figurën e babait të tij, duke cilësuar si idhullin më të madh në jetë. I pyetur për lidhjen me këtë zonë, e cila përfaqëson një nga qendrat historike të komunitetit shqiptar në Itali, Kanyaman foli me emocion për figurën e babait të tij, duke e cilësuar atë si idhullin më të madh në jetë. Ai tregoi se historitë e fëmirisë së tatit kanë ndikuar drejt për drejt në mënyrën se si e percepton ai vet identitetin dhe rrënjët e tij. Por mua babai im ka qenë gjithmonë idhulli im. Ai më tregoi për fëmijërinë e tij, që e jetonte si një shqiptar, me shumë liri, duke luajtur dhe duke u rritur mes shoqërisë. U shpreh aktori para publikut. Ky rrëfim i sinqert u prit me duartrokitje të gjata nga të pranishmit, duke krijuar një moment të veçantë që theksoi edhe një herë lidhjen e fortë të Kanyaman me origjinën dhe kulturën shqiptare.